Kemi planifikuar dhe kemi nisur një procedurë duke kërkuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve që dhoma e Avokatisë të ndërmarrë iniciativën për të rehabilituar dhe strukturuar ambientet e pritjes së avokatëve pranë qendrave të vuajtjes dënimit, institucionet të vuajtjes dënimit në Durrës, pasi ambientet dhe kushtet në të cilat ndodhet sot nuk janë në nivelin e duhur për të shkuar avokatët dhe për të bërë takime me klientët e tyre që vuajnë dënimin pranë këtyre institucioneve. Kemi kërkuar dhe jemi në diskutime dhe vazhdojmë akoma të kërkojmë të diskutojmë me profesorët e gjykatës për krijimin e ambienteve të avokatëve për të studiuar dosjen dhe fotokopjuar dosjen dhe marrë materialet pranë gjykatës së shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, seksionit civil dhe penal. Jemi të diskutime. Kemi bërë dhe jemi së bashku me dhomën e avokatisë në Tiranë. Jemi duke nisur një nisëm për ndryshimin e disa tarifave sepse janë akoma tarifa shumë të vjetra, si ato të përfaqësimit të avokatëve kryesisht në gjykatë dhe kemi bërë disa takime të vazhdueshme edhe me kryetarin e dhomës së avokatisë, zotin Maksim Axhia, për të bërë ndryshimin e këtyre tarifave për avokatët kryesisht, pasi duhet.